Në Tetov së shpejti mund të ketë zgjedhje. Me pranimin e nismës së BDI-s për rivotimin e vendimit të vitit 2007, Këshilli Komunal i Tetovës mund të shpërbëhet dhe të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Kryetari i Këshillit Jusuf Avduli tha se ligjërisht nëse votohet sërish një vendim i shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, Këshilli shpërbëhet automatikisht dhe shkohet në zgjedhje të parakohshme. Vlen të sqarohet se në rast të votimit njëjtës pikë janë mundësi që Këshilli edhe të shpërndahet. Nëse marrim për bazë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, ku me vendim gjykatës kushtetuese landa udhëzuan emrat e rrugëve dhe sheshere në qytetin e Tetovës, informacionet tona dhe konsultat tona me shërbimet juridike janë që në rast po të njëjtit vendim mundësit janë shumë të mëdha që Këshilli Komunës së Tetovës të shpërndahet. Që në rast se Këshilli vendos, ne si ekzekutiv jemi të gatshëm edhe të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Profesori universitar Mersin Maksuti shpjegon procedurat dhe sipas tij zgjedhjet janë të pashmangshme nëse votohet përsëri i njëjti vendim. Këshilli i Komunës të Tetovës, sipas ligjit për qeverisje lokale, mund domethënë edhe një herë ta miratuaj një dispozit cilin më herët një akt cilin e ka sjellë më herët, por në situatat e tilla ligji është shumë i qartë, pra edhe një herë përsëris, ne në 73 i ligjit për vetë qeverisje lokale parashek kushtet në të cilat Këshilli Komunal mund të shpërndahet. Dhe një nga situatat cilat mund të shpërndahet, që duhet plotësohet kusht, sipas ligjit është ajo se nëse një dispozitë e cila e ka sjellë Këshilli i Komunës është paraparkisht është anuluar ose është ndërprerë nga gjyqi kushtetues i Republikës Maqedonisë së Veriut, në këtë situatë pra Këshilli Komunal shkon shpërndahet. Dhe kjo është situata e cilën, po në rastin konkret, domethënë gjyqi kushtetues e ka anuluar një dispozitë të një akt më hershëm të Këshillit Komunal dhe situata e tillë domethënë çon në shpërndarje të Këshillit Komunal. Seanca e Këshillit është caktuar për të hënën më 13 korrik, ku në rendite do të jetë edhe pika për rivotimin e vendimit të vitit 2007 për emrat e rrugëve në Tetov. Përndryshe, për të shtunën 11 korrik, BDI ka thirrur protestë para komunës së Tetovës në shenjë revolte për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe sheshit të qytetit.